Atëherë, e myfty, sonte njësë zyrtarisht muaj madhërueshëm I Ramazanit, cili është mesazhi që përcjellni për besimtarët në kuadër të këtij muaji të shenjtë. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Padyshim që ky muaj është muaj I shumë pritur, ky muaj është një muaj I begat, ky muaj është një muaj që çdo njeri duhet ta vlerësojë për shpirtin e tij, për trupin e tij, për mendjen e tij dhe për çdo gjë tjetër, sepse është një muaj hyjnor, është një muaj që ka vlerësuar vetë Zoti fuqiplot, është një muaj që çdo njeri, pra siç e tham, është dhe duhet ta vlerësojë këtë muaj të begat, duke fituar dhe duke shpresuar kënaqësinë e krijuesit të tij. Zoti fuqiplot në Kur'anin e tij famulart urdhëron dhe thot: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, thot, ju është bërë obligim, ju është bërë detyrë agjërimi I muajit të mëndshëm të Ramazanit, ashtu sikur e kanë pasur edhe popujt më përpara. Dhe kështu që të bëheni të devotshëm. Andaj njeriu është një krijesë e dobët që ka nevojë gjithmonë për përkujdesje. Përkujdesja më e mirë dhe rruga më e drejtë që duhet të ndjek njeriu janë mësimet hyjnore, është krijuesi I tyre, pra Zoti fuqiplot. Andaj nëse dëshirojmë që të bëhemi njerëz më të mirë, më të pashtë, më të dashur, duhet që të ndjekim këtë shkollë. Pra Ramazani I madhërueshëm është një shkollë në vetvete që nuk krahasohet me asnjë shkollë tjetër dhe besimtari dhe njeriu në tërësi duhet të agjërojë sepse ka synimin e tij që të përmirësojë, ka synimin e tij që të bëhet më I begat, që të bëhet më I sinqert, që të bëhet më I bardhë, që të bëhet një njeri më I mirë në tërësi, jo vetëm për vetveten, por edhe për familjen e tij dhe për mbar komunitetin dhe për njerëzorë dhe njerëzimin. Andaj së fundmi ju uroj edhe një herë një Ramazan të lehtë dhe të begat e të pranuar.